Mirë se vini në triportin e Vlorës, portën Adriatiko-Jonjane të Shqipërisë, simbolin e rilindjes ekonomike dhe krenarisë kombëtare. Në këtë zonë strategjike, po ngrihet porti i ri tregtar, që do ta shndërrojë Vlorën në një qendër dinamike dhe mundësisht të pafundme. Apo nuk ishte kështu? Në fakt jo, sepse projekti ambicios, i prezantuar me aq buj 4 vite më parë, përfundoi tërësisht ndryshe, duke sjellë përfitime private dhe shumë pikpyetje publike. Por, le t'i marrim gjërat me radhë. Më 10 gusht të vitit 2021, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë shpalli koncesionin për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar në Triport Vlorë. 3 ishin kompanitë që morën pjesë në këtë tender, por fituese u shpall oferta e bashkimit të këtyre 5 subjekteve. Agbest Construction, që zotronte 33% aksioneve, Besta 30%, Arkon Studio 25%, ITE Group 8% dhe Premium Construction and Maintenance 5%. Si pas ofertës, ky bashkim kompanish do të ndërtonte portin e ri tregtar të Vlorës me parat nga buxheti i tyre dhe në këmbim, qeveria do të paguante 60 milion euro me koste për 7 vjet, me njëherë pas përfundimit të ndërtimit. Në pamje të parë, çdo gjë dukej okej. Një muaj pas firmosjes së kontratës koncesionare, 5 kompanitë krijuan shoqërinë Vlora Harbour Construction and Maintenance, por me njëherë pas themelimit të saj, gjërat morën një tjetër rrjedh. Në shtator të vitit 2022, Agbest Construction, e cila ishte edhe aksionerja më e madhe e koncesionit, i shiti kuotat e saj për 100.000 euro te shoqëria Premium Construction and Maintenance. Asgjë për t'u habitur deri këtu. Varet se si ka patur hallet. Një muaj më pas, largohet edhe një tjetër aksioner, Arkon Studio, i cili i shiti 25% aksioneve për vetëm 2.500 euro. Aq sa një golf kaç. Blerësi ishte sërish Premium Construction and Maintenance. Pak kohë më vonë, ikën edhe një tjetër aksioner, Besta, e cila i shiti 30% aksioneve të saj për vetëm 3.000 euro. Aq sa një golf kaç plus një monopatin. Dhe blerësin, besoj se e merrni me mend. E kush tjetër përveç Premium Construction and Maintenance, e cila me 3 blerje, që të gjitha së bashku kushtuan më pak se një apartament astir, u bë pronare e 92% aksioneve për një çmim total blerje për 105.000 euro. 8% aksioneve i ngelen në dorë ITE Group. Por, le të mbetemi te Premium Construction and Maintenance, e cila nga emri tingëllon si një kompani serioze ndërkombëtare. Derisa kuptojmë që jemi përpara një fakti vërtet qesharak, sepse në realitet kjo shoqëri ka një kapital fillestar prej vetëm 10.000 lek. Ja, kaq do me thënë. Dhe krejt rastësisht është themeluar vetëm 2 muaj para shpalljes së tenderit të koncesionit. Nuk është tenderi i paracaktuar, jo. Është thjesht rastësi. 1 në 3 milion, aq sa shqiptar jemi, domethënë. Por kush është pronari kësaj kompanie, të cilës i është besuar një investim kaq i rëndësishëm? Sipas dokumentave zyrtare, rezulton të jetë Hector Agalliu, i datëlindjes 1957, me origjinë nga Tërpani i Dimalit. Pra, edhe 2 vite mbush 70 vjeç. Një pensionist që me shumë mundësi do ta gjejmë duke i treguar me krenari, nipave dhe mbesave vizionin e tij për projektin 60 milion euro. Por, le të përpiqemi ta njohim pak edhe ne këtë të moshuar vizionar. Është ora 7 e mëngjesit dhe zoti Agalliu shkon qet drejt makinës ku e pret shoferi personal. Ai ulet në sedilen e pasme dhe më pas mjeti largohet, ndaj s'na mbetet gjë tjetër veç se ta ndjekim, pasi takimin me të e kemi shumë të rëndësishëm. Tani na duhet pak vëmendja juaj. Pasi gjatë rrugës vëm re një detaj interesant. Makina me të cilën udhton pronari i përket firmës Salillari, kompanisë së famshme të ndërtimit të disa veprave në vend. Po cili është shkaku që një biznesmen kaq i madh sa zoti Agalliu, fituesi tenderit 60 milion euro, lëviz me makinën e firmës Salillari? Apo mos ndoshta ka takim të rëndësishëm pune, projektesh, me kreun e kësaj kompanie? Dhe ky i fundit i ka vendosur mjetin e tij në dispozicion që në 7 të mëngjesit? Le ta shohim. Pas një rrugtimi prej 20 minutash, ja ku jemi në dyert e kompanisë Salillari. Por ende jemi të pasigurt nëse bëhet fjalë për një takim pune mes 2 biznesmenësh. Si e kalut? Për në këtu, Hector Agalliu në e njitni? Po. Magaziner të ashtë? Ka shpenafë. Sa përnajt e në? A i bota faturët e lafës për në makinë. Tu, gjërat nga koklaviten, jo pak. Sepse, ne kishim parashikuar të takonin biznesmenin Mr. 60 milion. Ndërkohë që përfunduam tek faturisti betonjereve. Praktikisht, një njeri pa eksperiencë në ndërtim, pa staf, pa mjete, pa histori biznesi, por që me vetdije të plot pranon të bëhet fasad e një emri të përfolur të sektorit të ndërtimit.
Ky është pallati ku jeton zoti Agalliu dhe siç e shihni është ndërtuar nga kompania Salillari, e cila me sa duket krahas depozitave të karburantit i ka besuar edhe projektin e triportit të Vlorës. Zoti Agalliu, si jeni? Matilda nga Piranjat. Dhe të pyesja, pse mundoheni që në shtat për të shkuar në punë te Salillari kur nuk jeni pse mundoheni, si jeni pronari i koncesionit 6 milion euro? Jam larg, jo. Si janë larg? Jeni ju, Hektor Agalliu? Jo. Po, unë e di shumë mirë që jeni ju si ju njoh. Po ideja është, jeni pronar vetëm letra apo jeni pronar i vërtet? Ke gatruar. Po pse sikletosësh, të lutem? Keni eksperiencë në ndërtim portesh apo thatë hajta provojmë një herë? Ikni zoj. Ju ka thënë zoti Salillari për ta futur emrin tuaj në listë apo jo? Tu duhet të sqarojmë që zoti Agalliu është kunati i pëllum Salillarit. Nuk e jo fare. Jeni kunati ja, punoni këtu, jetoni te shtëpia e tij, shkoni me makinën e tij në punë. Jo. Zoti Agalliu, po çfarë ke? Ke gabim. Kur të hapet porti jam kurioze, kush do ta presë shiritin? A e dini çfarë pasojash keni? Sa ko keni që merreni me këtë gjë? Zoti Agalliu, e dini pasojat apo qetëso. Zoti Agalliu e duket që e kishte me nxitim, kështu që le ta ndjekim për t'i bërë edhe pyetjet që na kanë mbetur. Zoti Agalliu, investimin me çfarë do ta mbuloni, me pensionin apo me rrogën si magazinier? Zoti Agalliu, të lutem një përgjigje, zoti Agalliu. Për herë të dytë, ky 68 vjeçar, fituesi i projektit, nga i cili të gjithë shqiptarët presin të ndërtojë portin e ri të Vlorës, u largua pa thonë asnjë fjalë. Sidoqoftë, një pyetje na vjen natyrshëm. A do ta hetojnë organet lisbatuese këtë aferë me protagonist pensionistin nga Tërpani?